Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një video tjetër këtu në Shqipëri. Sot jam shumë e motivuar, koha është shumë e bukur dhe unë jam në Tiranë. Jam në Tiranë sepse sot do më vi burri edhe Vjera. Dhe mendova, duke qenë se kam tër ditën, erdha shumë herët në Tiranë që ta kaloj gjithë ditën me shoqen time, se s'kemi pasur kohë për njëra tjetrën, dhe ndërkohë të marr edhe burrin edhe Vjerën nga aeroporti. Kështu që do ta kaloj pas shumë vitesh me shoqen time, sepse ajo ka fëmijë tani, Olimpia, dhe sot është burri saj në detyrë për të mbajtur fëmijën dhe ne do kalojmë bashkë. Të shkoj të marr Vjerën dhe Shtefanin, më ka marrë shumë male, kështu që do kemi një vlog shumë emocional dhe të bukur. Sot është edhe dita e mamas, pra dita e nënave, jo dita e grave që është në 8 mars, po dita e nënave që është në 11 maj. Edhe unë patjetër që do t'i blej Vjerës time një lule që ta pres atje në aeroporti, se më ka bërë burrin dashurinë e jetës time, kështu që pse jo. Edhe Vjera, edhe Shtefani do jemi 7 ditë bashkë, do zbulojmë Shqipërinë, do t'i tregoj Shqipërinë, do t'i tregoj vendlindjes Vjerës time dhe besoj do ja kalojmë shumë mirë. Kështu që do kemi video shumë të bukura në vazhdim. Ratat i bleva, edhe i paketova. Tani jemi gati. Për Olin kam 2 fustana që i kam në çantë, por nuk bleva qese, kështu që. Arita në Oli. Tani po shkoj të takojmë të shtëpia e saj. Nuk e di, jam shumë mirë sot, më ka rënë edhe një durga që jam shumë e lumtur. Edhe ja ku i kam dhuratat. Kam marrë dhe çantën e kurisit. Se kam dhurat për të lyrë dhe fustane që dua t'jap Oli. Edhe voilà. Hihi. Më doli shpirti. Shkallët janë gjëja që urrejmë së shumti për momentin. Po, Arita. Kemi edhe qërasjet na dolën direkt që sa erdhem lëng i freskët portokalli, ujë qafshtama, sepse Kunati burri Olit na punon në qafshtama, apo jo? Dhe Rafaela, shikari. Gati jemi, do nisemi dhe do shkojmë tek kazerma e... Kazerma quhet. Është restoranti që unë e kam parë gjithandej në Instagram dhe Shtefani është shumë xhelos që të shkojmë sot atje. Jemi bërë shumë të mira dhe do t'ju tregojmë se si jemi veshur kur të shkojmë aty. Sa po arritëm, sa po parkuam, dhe tani do shkojmë tek kjo gjëja, kazerma e Terenit. Kjo është besja, po jemi në kusht të këshu telefonatash, prandaj dhe ja u treguam këshu. Dajte ta tregoj dhe tëndën tani. Shumë na, e bëj një këshu turn. A, do bëjmë qef sot. Hajtë ja tregoj një qik. Ku futemi? Na, faleminderit. Kjo është hyrja dhe këtë lokali na e gjeti. Pas kemi dhe preshje që pulka. E domate në serë. Sa nice e kam bërë, këtë më pëlqen. Tani do shikojmë këtu drejtimet. Me pa tjetër do vijnë që. Muzeu i luftës, okej. Nuk e di nëse duhet le... zapata! Super dhe lojnë se Nga ndryshon ai nga fazani. Nuk ja kam ide. Unë mend... Okej. Ndoshta është në Shqip emri. Fazan mos është ai sipër, apo ai dhe ai qurë. Sa bukur. Shikoni sa bukur janë këto shtëpiskat këtu. Besoj që janë tip dhomash hotelesh për të fjetër. Po më pëlqen shumë. Po ka
Shikoni, vazhdon tuneli deri atje dhe se duket kjo këtu ka shërbyer si depo armësh ose është thjesht një tregim se si ka qenë depot e armëve në atë kohë. Me gjëra thjeshta po diçka ndryshe, shumë interesante. Atëherë gëzuar me produkt bio. Dhall. Dhalli duket që është me ajk. Pa çka se mua nuk më pëlqen direkt nga qumshti i lopës. Pa edhe qumshti ashtu i lopës është, po më duat pasterizuar, kjo ishte shumë e mirë. Atëherë kemi një bukë me djathë që nuk e di është bukë misri. Kemi sallat, kemi tarator me kungull, kemi lloje djathrash dhe sallamer dhe speca me ajk. Kemi salcë me borzilok dhe me diçka. Pesto. Na bëftë mirë. Sa po përfunduam drekën ton, ishte shumë, të gjitha gjërat ishin shumë të mira, apo jo? Po. Shumë të shishme, edhe tradicionale, edhe ato makaronat për shumë që na sollishin si moderne. Shumë të mira edhe për të dy persona që kemi ngrënë sa kemi plëtsitur, edhe me të pirë. Po ta dinim që do vinte edhe dhalli dhe ujë, nuk do kishim asnjë tjetër. Tamam. Pjesë do kishim marrë. Paguam 50.000 lekë, domethënë 5.000 lekë të reja, që për mua ishte shumë okay, ja vlen. Mirë, se nuk është se vjen çdo ditë në një vend të kështu. Shumica e njerëzve nuk ja dilnin dot dhe mund ta paketoje gjën dhe ta merri me vete. Po ne ja dolëm. Lam shumë pak. Shumë pak jufkat. Tani ndalesa tjetër do shkojmë në shtëpi. Stefani më tha që ka gjysmë ore vonesë në avion. Kështu që do shikoj se si do ta harxoj kohën deri atëherë. Tani do ndryshoj makinën, do jap këtë makinën e thjeshtë që kisha me qira për këto 11 ditë dhe do marr makinën tjetër që është më e madhe dhe që e do Stefani. Kështu që po pres të vija ideali për të bërë dhe ndryshimin e makinave. Makinën e ndryshova, tani kam makinën e Stefanit, është një Volvo XC60. Të paktën kështu lexon. Tani jam duke shkuar në aeroport, është ora 7:35. Në fakt, Stefani dhe Juta duhet të kishin ardhur në orën 7. Mirë po patën 1 orë e 10 minuta vonesë, kështu që tani besoj do kenë dhe 1 orë e 10 minuta për vonesë për të ardhur, që i bie në orën 8:10, edhe kam ardhur pak më herët që të parkoj, ta lë makinën, edhe të shkoj t'i pres. Sot është dita e nënës, e mamas, kështu që unë e mora trëndafilin tim për vjerën, që ta pres në aeroport me një trëndafil për ditën e nënës, edhe pse shkreta u lot shumë se i ka zgjatur avioni edhe gjithë rruga kaq shumë. Gjithsesi unë jam kaq e lumtur sa nuk e keni idenë që po vjen Stefani dhe po vjen dhe mami i tij që të kalojmë disa ditë të bukura bashkë. Të tre do e fillojmë me Pogradecin turin ton dhe do e vazhdojmë me Sarandë, me Gjirokastrën, siç e thash, kemi për të parë shumë gjëra. Kështu që unë jam gati, ata tani dhe pak duhet të jenë në zbritje, besoj, mendoj. Kështu që u futa nga kjo rruga e re, inshallah e gjej se ku të dal, për ndryshe do vendos mapin edhe ta shikojmë se si, çfarë të bëj. Kështu njerëz të bukur, shumë e lumtur jam dhe uroj që udhëtimi të ketë shkuar mirë, që do ketë shkuar patjetër. Edhe t'ja u tregoj edhe ju momentin e ardhjes dhe përshtypjen e parë të vjerës. Kështu që mezi po pret edhe vjera që të shikoj mamin tim, edhe kishte shprehur dëshirën për të shkuar edhe tek babi. Kështu që jam vërtet shumë mirënjohëse për familjen që kam zgjedhur, gjithashtu të jem pjesë e saj.
Okej, do parkoj në terminal. E di që parkimi është me pagesë, po e ka më mirë të parkoj aty që sepse tani po bën rregullime në qa grope. Po bën rregullime në terminal dhe është rruga ku dëgjon se ku duhet të shkosh shumë larg. Kështu. Më në fund dita e madhe, ne duam të tregoj me mami im Shqipëria. Sim që të vi Stefani. Stefan më lajmëroi që janë ulur. Por nuk po dalin. Edhe kam shumë emocione si po e takoj Stefanin për herë të parë sot. Gjëja e parë që bërëm në Tiranë është të hanim diçka shpejt para rrugës, shumë të gjatë sepse ishim shumë të uritur të gjithë. Ata që vinin nga Gjermania dhe unë që isha tërë ditën rrugëve. Në hotel shkuam në orën 11, hoteli quhet Enkelana në Pogradec dhe thjesht fjetëm. Ditën tjetër ishte një ditë shumë e bukur, një ditë familjare, takuam familjen time, shkuam tek babi dhe si përfundim mami na mori në një trip në Trigas. Gefällt es dir? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Shumë bukur. Shumë bukur, po. Si gjithmonë, Driloni nuk lëvën për të dëshiruar, të gjithë që vinë e vizitojnë e pëlqejnë. Njësoj si vitin e kaluar që solla vjerin edhe kunatën që u mahnitën nga Driloni, po ashtu edhe këtë vit, do me thënë nuk pushonin së bëri foto, dhe kishim dhe shumë fat me motin dhe me kohën base nga që është maj, dhe akoma nuk ka filluar ai nxehti, jemi në një gjelbërim të paparë në Drilon dhe çdo gjë duket ka që bukur, sa unë isha shumë krenare për vendin që po i tregoja edhe njerëzve. Dhe Stefani që ka parë për herë të dytë, apo të tretë, prap i pëlqeu po njësoj. Mama! 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 Du bist Mama! Wie gefällt's dir? Sehr gut. Schön? Es ist wunderschön hier. Shumë bukur, thot. Schon bukur. Und du ruderst gleich mit uns Frauen dann über den See, ja? Ja. Ne gjibën biznes. Wir da ein Bild alles zusammen. Okay. Mama? Ha? Doja që ta mbyllja videon nga komplet takimi me familjen. Ishte një moment shumë i bukur, sepse ju të gjithë që më njihni e dini që kemi kaluar vitin më të vështirë, vitin e kaluar dhe u mblodhem të gjithë bashkë, gjithsesi është shumë e vërtetë që vëllai mungonte edhe më i rëndësishmi babi. Vëllai nuk mundi të vinte, kurse babit ja lam karrigën bosh. Jam shumë e sigurt që nëse do kishte qenë babi dhe gjithë biseda do ishte shumë më e gëzueshme, sa ishte edhe shumë shakator, të ngacmonte. Mirë, por gjithsesi ne ja kaluam shumë bukur, e kaluam të gjithë me familjen dhe veçanërisht mami Stefani, gjithë familja, po veçanërisht mami është shumë e hapur, shumë e dashur, shumë e gatshme të shikoj. Unë nuk mora shumë, nuk filmova shumë dhe kjo me qëllim, sepse vërtet doja që të shijoja ditën. Shumë nga filmimet janë bërë edhe nga vetë Stefani, pa e ditur unë në fare, prandaj edhe cilësia e videos ndryshon pak iPhone-in nga Samsung, por që ishte shumë e bukur, ne kur shkuam tek babi, vjera ime tregoi edhe një interes shumë të madh si për të parë shtëpitë në fshat, si për të parë të mbjellat e mamit që i bën për qef. Gjë që mua më ngroi zemrën, sepse edhe mami u ndjej shumë e përfshirë që të tjerët e vlerësonin atë punë sa do pak të vogël të simbolike që ajo bën për familjen e saj, që është të mbjelli këto, të mbjella dhe të shfrytëzoj toka dhe të bëj
papin krenar që po i shfrytëzon tokat njësoj si që ai deshte atje ku është. Pastaj Driloni është gjithmonë një kënaqësi, ne hëngrëm dhe mami e mori përsipër drekën, njësoj sikur do kishte bërë edhe papi. Kështu që ja kaluam shumë mirë, gjitha 2 ditët ishin shumë mirë, edhe dita që kalova me shoqen që u përfundua. Ju kërkoj ndjes nëse nuk kam filmuar vazhdimisht, por kam futur sekuenca. Gjithsesi për mua ishte shumë e rëndësishme që ta publikoja videon, sepse është vërtet një përmbledhje shumë momenteve të bukura si takimi me familjen, pritja në raport me Lulën. Unë isha aq e emocionuar sa edhe nuk e filmova kur ja thash Lulën, nuk isha gjithkohës duke u dritur, nuk e di pse. Vërtet që ishin 2 ditë shumë të bukura të harxuara në Pogradec dhe mua më pëlqeu shumë që mami u gëzua. Edhe të dyja gjyshet shikonin edhe thashin, do bëhemi me një beb. Për asnjërin nuk është pra, të treja do bëhen gjyshe për herë të tretë, po mami për herë të parë nga vajza, kurse Vjera për herë të parë nga djali. Kështu që është një diçka shumë e veçantë për ato. Edhe neve ja u plotësuam qefi, nuk përpoqëm që të përkthenim sa më shumë të ishte mundur, edhe Stefani më ndihmoi. Kemi takuar shumë njerëz të bukur në Pogradec, edhe në Sanedajos tim po ashtu. Gjithmonë komunikimi është pak problematik sepse duhet të përkthejmë, por asnjë gjë që nuk bëhet. Kështu që po e mbyll këtë video. Shpresoj që ju kanë pëlqyer sekuencat që unë kam përmbledhur. Mendimi i Vjerës për Shqipërinë është fantastik deri tani dhe nuk e keni idenë. Nuk e keni idenë se sa foto ka postuar në rrjetet e saj sociale duke thënë që wow, ky vend kaq i bukur, hajde ne vizitojeni Shqipërinë. Më falni për zhurmat, po këtu që nga sot një kaos i vërtet. Kështu që ne tani do ha mëngjes, shpresoj ju ka pëlqyer videoja dhe shihemi në videon tjetër. Ciao.